Kjo ishte friga e partive opozitore, sepse vetëvendosja imponoi një standard, një kriter, që me asnjë kusht nuk bën koalicion ose si do votat e listës sërbe. Por ndryshe me listën sërbe do ta formonte qeverinë pa asnjë problem. Por tash edhe partitë opozitore nuk patën guxim ta merrnin listën sërbe, sepse me listën sërbe kishin mundësi t'i bëjnë 61 vota, por nuk patën guxim, ndonse deklaruan herë që do ta bënin këtë hap, po të mos ishte rreziku që të shkojmë shumë shpejt në zgjedhje të reja. Dhe që do t'u sillte dëm elektoral. Po, që të do sillte me njëherë. Por, po t'ishte në situatë që zgjedhjet do të moshin pas 4 vjetësh, ata do ta merrnin listën sërbe, sepse vlerësojnë që për 4 vite ndoshta elektorati harron se çka ka ndodhur, bën shumë zhvillime, krijon shumë rrethona e tjera, pra ishte bindja kësaj, por që domosdo vim përfundim që gjithsesi lëvizja vetëvendosje ka imponuar një kriter